me 14 shkurt. Në rregull? Përshëndetje, mirë se erdhët. Mirë se erdhët. Mirë se erdhët këtu së bashku. Do të flasim për një temë që është pra shumë e rëndësishme dhe shumë e lezetshme dhe 90% se e festojnë në Shqipëri. Dhe shumica e njerëzve e festojnë në Shqipëri dhe në të gjithë botën. Atëherë, duhet kemi parasysh që 14 shkurt i përket pra, domethënë, është një festë sigurisht astrologjike. Por qenë sinqert, të gjithë festat në përgjithësi janë astrologjike. Festa Halloweenit, festa e kësaj, çdo gjë pra po të shkojmë sepse planetët janë, ose graha që quhen sanskritisht, pra janë arkeotipe. Bukur. Atëherë, dhe sigurisht që mund merrem me astrologjin vedike dhe të dish astrologjin vedike të zbërthen shumë gjëra, të zbërthen domethënë shumë mistere. Jemi të gjithë gëzuar, po. Gjithashtu është Valentinin. Duhet kemi parasysh që dielli hyn në datën 13 shkurt, pra hyn në shenjën e ujorit, siç është në qiell, gjërat siç janë në qiell, dhe siç i dinin të lashtët, dhe siç i dinin dhe siç do të dinë të ardhmen ata që duan të dinë pra shkencën e vërtet. Pra dielli hyri dje në ujor dhe sot ka hyrë pra është 1 gradë në shenjën e ujorit. Në të vërtet, në qiell. Në rregull? Pra, dhe domethënë dielli ka hyrë në ujor dhe ujori është ndriçuar, si më thënë, me dritën e diellit. Së shpejti dhe hëna do shkoj atje dhe do jetë do bëjmë një video tjetër për këtë. Dhe kur dielli është 1 gradë në shenjën e ujorit, shenja e ujorit, domethënë absolutisht kjo është në Valentini. Tani do thoni ç'lidhje ka kjo, shumë e largët, se kuptojmë. Ujori është një shenjë e zodiakut që drejtohet nga hynia Shiv. Shiva, perëndiera e syrit tret. Dhe meqense dielli ka hyrë në shenjën e tij në 1 gradë, çdo vit ndodh kjo sigurisht, pra në 14 shkurt festohet pra Shën Valentini. Në ditët e sotme quhet Valentini, okay? Dhe sot do të sqarojmë ndër të tjera dhe cila është origjina e emrit Shën Valentinit. Domethënë nga ka ardhur origjina dhe pse mbahet edhe në ditët e sotme dhe pse quhet Valentin, okay? Dhe nuk quhet ndonjë emër tjetër. Sido që tjetë, ujori drejtohet pra nga hynia e Shivës, që është pra perëndiera e syrit tret. Ndër të tjera, Shiva është pra dhe mbahet pra si parimi mashkullor hynor. Okay, së bashku me Narayan, por për shembull kemi fisi i Karjanëve është adhurues i Shivës. Ata jetonin në rajonin Carja në jug-perëndim të Anadollit, Turqia sot me Bodrum, për shembull. Madje edhe ajo e Mekës është simboli i Shivës, është kudo. Okay? Simboli i Shivës pra është parimi mashkullor superior. Kurse Valentinus, sigurisht do ndalojmë pak kjo e Shivës, por Valentinus si emër, Valentini, Shën Valentini, pra në romakët thonë që Shën Valentini vjen sepse një martir ka martonte çifte sekrete në Rom, bla bla bla, dhe për nder të tij, me që u bë martir, u vë emri Shën Valentini. Kjo është një prallë, domethënë që e besojnë shumica e njerëzve. Kështu thuhet në internet. Ndoshta edhe në shkolla kështu thënë. Por, po të shkojmë pak më mbrapa, Valentinusi është një mësues gnostik. Gnostik, pra shkojmë te gnosticizmi, përpara krishterizmit. Në shekullin 2, a jetojnë në Egjipt dhe më vonë pra në Rom, thuhet.
Thuhet se ishte shumë i ditur dhe madje kandidat për peshkop në Rom. Ai themeloi një nga sistemet më të sofistikuara të gnosticizmit, valentianizmi. Sipas paganëve, pikërisht për paganizmin do të shkojmë tek Perëndia e Shivës. Nuk ka më të lashtë se sa Perëndia e Shivës. Po të them pak prallë që është pse është krijuar Shën Valentini me emër. Në rregull? Pra, valentianizmi deri këtu jemi, pastaj romakët pra shpikën historinë e martirit Valentin që martonte çifte në fshehtësi, domethënë që është përralla me mbret. Në gnosticizëm, pra gnosticizmi është përpara krishterizmit, okay? Gnosti. Që thonin të dish të vërtetën shpëton nga kjo bota. Dhe gnosticizmët shpërndanin diturinë e pleroma, kush ka dëgjuar që do thot plotësia hynore. Domethënë të lidhesh me hynin. Kjo është valentianizmi. Edhe për ta dhe për gnosticizmin. Pra për valentianët thonin ne jemi qenie, domethënë njerëzit janë qenie të rënë nga pleroma, domethënë nga hynia, nga botat hynore, nga gjërat, nga burimi hynor, dhe shpëtimi vjen, pra rënje dhe shpëtimi vjen nëpërmjet punës së brendshme, vajtja pra ngjitja tek pleroma vedia hynore. Kjo është gnostikët, kjo është Valentini. Pra në 14 shkurt është pra ka të bëjë dhe me energjinë e çakrës së zemrës, pra emocionet e këto gjëra, dashuria, po dashuria është për të shkuar përsipër, pra për evolim. Edhe emri Valentin vjen nga latinishtja valens, po që lidhet me shqipen vlera, për shembull, të thot një njeri me vlera. Një njeri që feston Shën Valentinin, domethënë jo feston Shën Valentinin, po e kupton çfarë është Shën Valentini dhe që ka qëllim evolues, pra është njeri me vlera, shëndetshëm, i fuqishëm, i fortë. 14 shkurti lidhet dhe pra me çakrën e zemrës, anahata, është simboli i bashkimit të polaritetit femëror dhe meshkullor. Okay? Tani le të kthehemi pak te ato që quhen paganizëm ose e quajnë domethënë e vërteta, domethënë tamam. Çfarë është Shën Valentini? E kuptuan pra, për valentianizmin është thjesht një diçka që konsiderohe pra si ribashkimi me hynoren. Valentini, Shën Valentini, festa është për ribashkimin e një qenieje, mashkull apo femër me hynoren. Kjo e quhet deri tani edhe gnosticizmi të thotë. A jam duke u dëgjuar? Nuk flas me murin? Okay. Dhe le të shkojmë pak tek legjendat, historitë pagane dhe më tutje, pra vedike, sepse dituria vedike do thotë dituria që është e vërtet në të gjitha kohrat dhe është origjinalja. Dhe është shumë astrologjike, sepse planetët shihen si arkeotipe. Shihen pra si gjëra që është në Jungu i quhen arkeotipet, domethënë arkeotipet kolektive, domethënë të gjithë njerëzimit, të brezave. Bukur? Gjithashtu në datën kemi Shivratrin, që është pas 2 ditësh, do të festohet pra si thuash unifikimi i energjisë femërore me mashkulloren. Pra martesa e Shivës me Parvatin. Pse thon musliman edhe ato e festojnë me gratë e tyre. Sepse është gnosticizmi, krishterizmi, pra romakët e kanë, si më thon, bën të tyre më vonë, po më përpara të gjithë, edhe muslimanët dhe krishterët. E festonin si festë në kuptimin e punës që ata bënin me veten për të lidhur me hynoren. Rregull? Dhe martesa e Shivës me Parvatin, pra do të thotë në aspektin qiellor ose celestial, do të thotë që hëna dhe dielli do të bashkohen. Dhe në fakt do të bashkohen me të vërtetë. Hëna është duke shkuar tek dielli tani në shenjën e ujorit, pra nata e Shivës, Shivratri, dhe pak, do të thotë pra dielli dhe hëna përputhen. Hëna energji femërore, dielli energji mashkullore. Hëna ose femërore energji pasive, dielli pra energji mashkullore aktive, kanali diellor hënor brenda trupit të njeriut, dhe kanalin diellor
Pra kanali hënor dhe diellor brenda trupit njeriut janë të pufitur tek perëndia e shivës. Domethënë shiva, pra energjia hënore dhe diellore janë përputhur me njëri tjetrin, që ndodh astrologjikisht, do thot pra kur janë përputhur, janë pufitur në syrin e tretë të shivës, që është hynia, syri i tretë. Hynia e syrit tretë, shiva ose shiv, që është pra dashuria superiore. Okay? Siç thuhet në tek eposi i Pitit, që unë do ta shtjellojmë pak edhe tani edhe pak, thuhet pra martesa e shenjtë quhet martesa midis energjisë kanalit tënd hënor dhe diellor në trupin tënd brenda, dhe martesa pra unifikimi i zemrës me mendjen. Shiv ose shiva, shiv pra është parimi mashkullor suprem. Domethënë, çfarë do thotë kjo? Do thotë që një mashkull njeri i thjesht, nëse dëshiron të bëhet mashkull i vërtet, duhet të mësoj parimin e shivës. Përndryshe nuk është mashkull i vërtet. Ose që të bëhet superior, domethënë. Një mashkull njeri që do të bëhet pra mashkull i vërtet, do të mësojë cilësitë e shivës. E tjetë elegant, i mbushur me energji elektromagnetike, të pastroj 7 çakrat, hapi syrin e tretë, punoj me veten, të penetroj drejt të vërtetës, të gjej të vërtetën vetë, dhe femër me cilën lidhet e shpëton nga vdekja. Pra kjo quhet parimi mashkullor. Dhe parimi mashkullor gjithashtu nuk është i lidhur me gjërat materiale, por njëkohësisht edhe i përgjegjshëm për çdo mision apo detyrë që ka në tokë. Dhe është sigurisht absolutisht i qëndërzuar. Okay? Parimi femëror është ndër të tjera Parvati, pra hynesha Parvati, e cila lidhet me shivën, apo prandesha e Dëborës që folëm dje për prallën e Borbardhës. Dhe pra Parvati, sipas legjendës, ajo bën LPSH-n, lavdërim për kulje shërbimin ndaj shivës, që ajo të evoloj pra të ngjisi 7 çakrat, 7 botët e sipërme dhe të arrisë ndriçimin kulminant mendor, pra Borbardha me 7 xhuxhat, 7 çakrat. Femër apo mashkull, sido që tjetë, si kjo energji nuk puthithet apo mishërohet, që këto energjit hënore dhe diellore brenda trupit të njeriu, qoftë mashkull apo femër, të unifikohen, duhet pra një njeriu që njeriu të kryej punën e brendshme. Do të thotë duhet qëndërzohet, duhet patjetër të flasë nga qendra e gojës, duhet të mësoj parimet e pastra, të vërtetat pa kohë, sepse shiva është ndër të tjera hynia që i di gjithë vërtetat. Dhe ti kur thua të këto të vërtetat, atëherë ti je duke shkuar drejt kësaj energjie dhe unifikon këto energji brenda 7 çakrat, po. Sido që tjetë, femër apo mashkull, është e pamundur të evoloj pra pa disiplinën e trupit dhe pa bërë disiplinën e trupit fizik, qëndrëzimi i trupit, qëndrëzimi i zërit dhe disiplinën e fytyrës. Okay? Pra, pa disiplinën e trupit dhe pa lavdërim për kulje shërbim ndaj më të lartë dhe hynorit, nuk mund të evoluosh dhe nuk mund të dalësh kurrë nga matriksi. Sido që tjetë, ju e dini që unë merrem me bëj pra seanca falas, tek seancat të fillestare me mua Afrodita Zahen, tek meditimi lotusoshëm, mund të vini dhe të mësoni më shumë mbi këto gjëra, se nuk mësojnë gjërat për 2 minuta. Okay? Aty pra mësojmë qëndërzimin e trupit, ushqimet bazë, cilat janë këto parimet e pastra që është mirë të i thuash nga qendra e gojës në mënyrë që ti të evoluosh, si të lidhesh me 5 elementet e natyrës, pra mantrat në shqip, si ti thuash nga qendra e gojës, që do thotë të vërtetat pa kohë, ti thuash nga qendra e gojës. Kur ti mëson dhe i thua nga qendra e gojës, ti po lidhesh me këtë parim në pastër, domethënë po lidhesh me hynoren. Pra po feston Shën Valentinin. Okay? Në praktik, jo kështu teorikisht edhe falsitet. Okay? Tani me hënën e re, që do t'jetë pra hëna e re në fakt të javë që vjen, unë do të hap një grup të ri, mirë se vini, mund të regjistroni tek WhatsApp-i im, kush dëshiron, është falas dhe online. 10 seancat e para për të mësuar gjithë të gjëra. Dhe më shumë, sigurisht, pra mund të regjistroni në WhatsApp 00355 69 29 611 49. Okay?
Afërdita, si the? Po nuk dolëm nga Matrix. Do me thënë që rilindin përsëri në një jetë tjetër, po duke vujt më shumë. Në qoftë se nuk del nga Matrixi, nuk duhet punosh dhe zgjedh që tri rahat ose nuk dëshiron të punosh me veten, nuk dëshiron të evoluosh, pas vdekjes sigurisht që nuk del nga Matrixi, por mund të lindësh ndoshta këtu ose në një botë tjetër më të keqe, në bazë të karmave që ke. Dhe në qoftë se vjen këtu sigurisht në një lindje më të keqe, në qoftë se nuk ke pikë pozitive. Do të thotë nuk e folur nga qendra e gojës ndonjë parim pastër, nuk e lidhur me natyrën, nuk e lidhur me më të lartën hynoren, nuk e ngrohshime të duara, domethënë atëre po. Më shumë vuajtje. Ose në qoftë se zgjedh që të evoluosh, të kryesh ato që universi pret prej teje, sidomos të flasësh nga qendra e goja mantrat që ne mësojmë në shqip, tek meditimi lotusoshën të ndihmon shumë, pra fiton pikë pozitive dhe po të duash mund të pra dalësh fare nga Matrixi. Pyetje tjetër? Në fund fare sigurisht do bëjmë dhe përgjigje të disa pyetjeve, por le të marrim disa shprehje nga guru i famshëm, Prashant Trivedi, pra nga libri i tij që quhet Eposi i PT. Eposi i PT, pra PT do thot Prashant Trivedi, okay? Lexojmë disa pika më kryesore. Meqense kemi pra Shën Valentinin, parimi mashkullor dhe femëror, të nxjerrim disa të vërteta. Iluzioni i plotësimit mashkull-femër. Vetëm meditimi na ndihmon të lidhemi me hynoren? Po, meditimi që në unë bëj, pra nuk është meditim çfarë do lloj gjëje, është meditim që të mësosh qëndërzimin e vetes, pra balancën e këtyre energjive hënore dhe diellore. Dhe në qoftë se nuk ke asnjë balans, atëherë nuk mund të lidhesh me hynoren. Po, sepse hynore është aksi, balanca superiore, dhe në qoftë se ti nuk ke asnjë balans të veten, nuk lidhesh dot me hynoren. Okay? Iluzioni i plotësimit mashkull-femër. Meshkujt pra nga eposi i Piti. Meshkujt dhe femrat në këtë planet, edhe pse ndihen të pakompletuar brenda vetes së tyre, kanë krijuar iluzionin se sapo të bashkohen me njëri tjetrin, do të arrijnë perfeksionin hynor. Ky është i tërë parimi bazë për seks, marrëdhënie, martesë etj. etj. Atyre nuk u duhet shumë kohë për të zbuluar se bashkimi i tyre nuk çon në lumturi hynore. Në fakt, gjërat vetëse mund të përkeqësohen. Të sinqertët e pranojnë këtë gjë. Të tjerët jo. Për faktet dhe grindjet me mbesin, pra është goxha e vështirë për ta të pranojnë se plotësimi që ata kërkojnë mund të realizohet vetëm nëpërmjet bashkimit me hynin dhe jo me qenie të tjera të papërsosura. Okay? Si atëriqen meshkujt, femrat më shumë nga ana fizike apo shpirtërore? Në ditët e sotme të rriqen nga ana fizike, kurse në kohën vedike kur femrat, sidomos që kanë detyrën të zgjedhin mashkullin, më të lartë, kështu në kohët vedike femrat zgjedhin një mashkull që kishte, shikoni sa çakra ka pastruar, sa energji elektromagnetike ka, sepse po të lidhen ato me atë mashkull, do të thotë që dhe ato do të arrijnë nivelin atij mashkullit. Pra më përpara shikoni sa dituri kishte një mashkull, një femër shikonte sa dituri kishte. Kurse sot shikojnë çfarë pune ka, sa lek ka. Okay? Jo. Fëmijët e lindur në 14 shkurt, a ka ndonjë cilësi? Jo, do jenë çik më kështu, do kalamaj serioz ose do kanë energji ujore, sepse dielli i tyre do të jetë në ujor, 1 gradë, sapo ka hyrë. Okay? A ekziston dashuria e vërtet, e pastër, reale dhe e përjetshme? Dhe nëse po, përse këto marrëdhënie të miratuara nga shoqëria nuk e kanë atë? Përgjigjet nga Lotus Ocean. Po, dashuria ekziston, por mund të ndodhë vetëm midis një shpirti, pra një njeriu me një shpirti, dhe super shpirtit hynor.
E vetmja dashuri që ka kuptim është kur dashuron diçka më madhështore se vetja, dikë që është i përsosur. A është gabim dhe a ka pasojë nëse të rriqemi fizikisht? Edhe i 100 vllai. Eli? A ka ndonjë gabim, a ka pasojë nëse të rriqesh? Nëse të rriqesh fizikisht për një moment, do me thënë, vetëm fizikja nuk të ndihmon për evoluimin apo për pastaj nuk janë gjithë bukur gjithkohës. Vjen një ditë kur i ndryshojnë planetet sidomos. A bëj lexime? Jo, për momentin nuk bëj lexime sepse kam shumë lexime të tjerëve që nuk i kam mbaruar. Të dashuroj shpirtin, po. Një femër ose një mashkull nuk mund të dashuroj shpirtin nëse nuk ka punuar me veten, nuk e njeh kush është më i evoluar, kush ka shpirt. Do mashtrohen në shumicën e rasteve. Okay? Një dashuri që në fakt mund të bëjë që të kapërcesh të gjitha të këqijat e këtij planeti, e vetmja dashuri, pra anglisht love, e cila të bën të evoluosh, anglisht evolve, pra të bëj atë që dashuria duhet të bëjë. Evolve në anglisht, evolve do thot evol dhe lve do thot love, do me thënë, dashuria e vërtet është ajo dashuri që të bën të ngrihesh. Okay? Të evoluosh, të përmirësohesh. Në qoftë se nuk të bën kjo lidhje që të përmirësohesh, ti të evoluosh, atëherë kjo lidhje është një iluzion, falso. Mund ta vësh edhe pas 30-40 vjetësh, 50, 60. Okay? Të gjitha marrëdhëniet e këtij planeti janë të mbështetura mbi nivele të ndryshme të egoizmit në shumicën e rasteve, ose dhe jo. Pra madje dhe dashuria për kafshët, adheun, fen, etj. Është përzierë me këtë identifikim egoizmi, i cili në mënyrë ironike nuk bën asgjë të mirë për veten. Si mundet një qenie pa përsosur të dashurojë përsosmërisht një qenie tjetër të papërsosur? Dikush mund të gënjej veten që e bën për ca kohë, por iluzioni ka gjasa të prishet herët e vonë. Në të gjitha këto marrëdhëniet, ti në të vërtetë nuk je duke dashuruar, por thjesht duke pritur që një tjetër të sillet ashtu siç dëshiron ti, që ajo pra të sillet. Ky edukim në fakt nuk lejon madje që qeniet të dashurojnë përsosmërisht as absolutin, sepse ata janë mësuar me idenë e tyre të përmbushjes nga dikush tjetër. E vërteta është ka qenë do t'jetë se vetëm qenia e përsosur mund të dashurohet përsosmërisht, dhe vetëm kjo dashuri mund të çojë në përsosin e brendshme. Pjesa tjetër është një kalim kohe me rreziqe gjithmonë në rritje. Sa bukur e thot? Pikërisht. Të biesh në dashuri. Pra, njerëzit në ditën e sotme themi kur një njeri bie në dashuri, themi ra në dashuri ose bie në dashuri. Bie, sepse në përgjithësi, siç e thot edhe komentet, tani jo gjitha, por në përgjithësi, pra bie në dashuri, sepse ato mendojnë që gjetën partnerin e dur ose jo, ndërkohë që ka rënë, pra nuk evoluojnë sipër, po ka rënë, prandaj thuhet të biesh në dashuri. Pra nuk është dashuri vërtet, është jo e vërtet. Kurse dashuria e vërtet pra është vetëm nëse ti ngjitesh ose ngrihesh në dashuri. Okej, ata që nuk e ndoqën mund ta ndjekin që në fillim të videos se sqarova për çfarë është Shën Valentini tamam. O kuptua apo nuk e kuptua? Kuptua? Okej, të biesh në dashuri tek eposi, le të sqarojmë pak diçka shumë interesante që Prashant Trivedi shkruan në librin e tij. Njerëzit e këtij planeti kanë një shprehje pra të biesh në dashuri, e cila është mjaft e saktë, duke patur parasysh se të gjithë ata që bien në dashuri nuk ngrihen në dashuri, e cila është përsëri pra nuk është një surprizë, duke patur parasysh faktin se ata janë të gatshëm të merren vetëm me qeniet, pra me njerëz të një niveli ose të njëjtë si ta, ose më të ullët. Se vetja, rezultati përfundimtar mund të jetë vetëm rënja ose pandryshimi i gjendjes ekzistuese. Vetëm kur dashuron, pra dikë më të lartë se vetja, atëherë ti evolon. Evolve në anglisht do thot evolve, do të thënë
Love, dashuria është gjysma e volimit. Domethënë një dashuri e vërtet, qoftë për një partner ose për fëmijët, për prindrit, nëse nuk i bën ata që të ngrihen, pra të evolojnë, të përmirësojnë nivelin e diturisë, vetdijes së tyre, atëherë ajo nuk është dashuri e vërtet. Okay? Pra për ndryshe, ajo nuk është dashuri, por vetëm një koncept i shtirur dhe i falco i saj. Përgjegjësia për të qenë elektrikisht i ngarkuar dhe i gjallë qëndron tek meshkujt. Që kemi bërë plot herë video, nuk e di sa e kanë kuptuar, kemi dalë dhe në televizionet shqiptare për këtë temë, shumë interesante. Pra, meshkujt janë ata që duhet të aktivizojnë kundalinin e tyre, domethënë energjinë 7 chakrat, energjinë e tyre elektrike, pra shpirtin e tyre duhet ta ngjisin, energjinë e tyre kundalinin duhet ta aktivizojnë dhe të hapin të gjitha qendrat, pra chakrat e shenjta, dhe pas kësaj ata mund ta ngjallin femrën me cilën ata do lidhen. Pra e ngjallin femrën nga vdekja, meqense femra është pala marrëse në marrëdhënie. Pra nuk funksionon anasjelltas. Femra është pala marrëse e energjisë, okay? Kurse mashkulli është pala që jep, në qoftë se ka çat japi. Okay? Në tregimet e lashta të Vedave, gratë zakonisht i zgjidhnin burrat e tyre në një ceremoni të quajtur Svayamvar. Domethënë, ato zgjidhnin këdo që ata mendonin se ishte lloji më i mirë. Domethënë, sa zgjidhnin një mashkull që ishte me të vërtet, kishte hapur chakrat ose kishte punuar me veten, kishte shumë dituri dhe vetdije të lartë. Nëse nuk gjenin ndonjë mashkull që kishte energji elektromagnetike të lartë ose ishin të evoluar, ata nuk zgjidhin asgjë. Më mirë vetëm se sa i keq shoqëruar. Nëse është, bëni pyetje diçka më mirë. Okay? Pra, nëse nuk shikonin që është ndonjë gjë vlente, atëre nuk zgjidhnin, pra, nëse mendonin se askush nuk ishte fort i mirë. Kjo pra quhet çlirimi vërtet i grave. Vetëm që për epokës së errët, pra Kaliut në cilën ndodhemi, akoma këto 5000 vitet e fundit, lindi koncepti i martesave me mblesëri në vendet lindore, pra në vendet perëndimore, gratë i humbën aftësitë për të dalluar e lehtë për të realizuar kur ato bëjnë të gjitha marrëzitë që burrat i bëjnë me të njëjtën kënaqësi, thuhet tek eposi i Pitit. Femrat në këtë planet janë mësuar kaq shumë që të gjuhen. Pra kush duhet gjuajnë? Meshkujt apo femrat? Po flasim në një marrëdhënie përpara lidhjes. Shimnarajan, po. Kush duhet bërë? Ne jemi mësuar që meshkujt, domethënë, i lusin i çiko ose kështu gjëra, numri telefonit ose e gjëra të tjera, sidomos Shqipëri, tani ka ndryshuar pak. Edhe derisa domethënë femra thot po, pastaj ndryshojnë gjërat. Okay, le të themi çfarë thot Piti tek eposi i Piti, gjëra shumë interesante për qoftë femrat, qoftë dhe meshkujt në fakt. Pra dituri, kjo është dituri njerëz, nuk është kështu hamendje. Fermat, po. Okay? Femrat në këtë planet janë mësuar kaq shumë që të gjuhen, domethënë nga mashkulli, të ndiqen nga pas dhe jo të gjuajnë vetë. Deri në masën ku shumica kanë harruar plotësisht se si të gjuajnë një mashkull. Në të gjitha tregimet e Vedave, edhe perëndeshat si Parvati ishin të përqendruara për të ndjekur në vend se të ndiqeshin nga pas, nga të tjerë. Pra Parvati e ndoqi Shivën, siç tham, pra ajo ishte hynesht dhe Shiva ishte një hynie, e cila është pra gjëja më e mundshme për të bërë, pavarësisht se dikush mund ta shikojë këtë çuditshëm, pra njeriu dëshiron të evolojë ose t'ia kalojë për të ketë një ekzistencë më të mirë dhe më interesante, të ketë lumturi. Femrat që zgjedhin ata që i ndjekin ato, kur nuk do të përfundojnë në anën e lumturisë. Okay.
Vetëm një femër që ndjek më të lartin hynin me të vërtet mund të jetë e lirë, sido që të jetë mashkull apo femër, duhet të ndjek më të lartin hynin, pra hynoren. Pasi më i larti hynia është porta e vetme për të evoluar. Po bravo, shumë bukur. Tek faqe 237 e ke postimisht. Okej, ju mbajta pak gjatë. Ka ndonjë pyetje? Andja, po shumë bukur. Tasha Megi Bujare. E kuptuam. Ka ndonjë pyetje live? Edhe kur femra ka vetdije më të madhe se mashkulli, në qoftë se një femër ka vetdije më të lartë se sa mashkulli dhe lidhet me një mashkull që nuk ka vetdije fare, energjia do kaloj nga mashkulli tek femra. Pra, energjia e femrës, vetdija e femrës do ulet. Sepse energjia kalon nga mashkulli tek femra. Femra është marrëse, kurse mashkulli jep. Edhe jep dhe kur ka nivel të ullët. Traumat, energjit e këqia dhe ato i depërton. Për shumë një femër që ka marrëdhënie me shumë meshkuj, tani jemi orar duan, kështu që fëmijët nuk më na ndjekin, okay? Se po flasim pak gjëra. Gjëra, po. Okay? Për shembull një femër që ka patur shumë partner, ajo do të ketë në mitrën e saj ose energjinë e saj, pra do të ketë energji të gjithë këtyre meshkujve. Edhe fëmijët që ajo do bëjë në të ardhmen, pra do të ketë gjendjen psikologjike të meshkujve me të cilën ajo ka fjetur apo ka kaluar kohën etj. Po, e kanë humbull fillin të dy gjinit. Në ditët e sotme lera është temë tjetër ajo. Okej. Meshkujt, domethënë, janë bërë, po sepse energjia nuk meshkujt janë bërë kështu sepse në ditët e sotme nuk është parimi mashkullor. Për shembull, meshkujt në ditët e sotme i duket sikur është mashkull, burr. Në qoftë se shkon në palestër dhe fryn ato muskujt, bëhet rrumbullak. Bëhet si femër. Femra duhet të jetë rrumbullak. Hëna është kurbatur. Pra, një femër duhet të jetë rrumbullakët. Vithet, gjoksi, etj. Domethënë, femra duhet të jetë e tillë, jo mashkulli. Mashkulli duhet elegant, duhet ditë çfarë të haj, duhet të zbulojë deturinë e vërtet, duhet të jetë dhe elektromagnetik, duhet të ketë energji elektrike, sa më shumë. Pra në kohët vedike thamë që një mashkull zgjidhte një femër, një femër zgjidhte, pra femra duhet zgjedhë, mashkulli thjesht duhet pranohet ose mos pranohet. Në kohët vedike, pra një femër kishte dituri, pra këto gjëra duhet mësuar kjo është edukim. Sot nuk ka edukim për këto gjëra. Sot ka edukim për hormone, ilaçe, moshën 13-14 këtu në Norvegji njerë. Ose ndrogjini, ose këto, domethënë imagjino çfarë mësohet sot. Mësojnë gjëra shumë të ndotura. Por edukimi duhet bërë kush është një mashkull i nivelit të lartë, që ka nivel energjie të lartë, dhe femra duhet të edukohet në këtë mënyrë. Okej, mirë. Po, këto gjëra elementare sigurisht në fillim mësohen sigurisht tek meditimi Lotus Ocean. Gjithë studentat Lotus Ocean që janë vajza edhe çuna i din këto tani. Prandaj ju këshilloj që të vini tek seancat e mia meditimi Lotus Ocean, është falas dhe online. Ditët e sotme kështu janë gjërat, po jo gjithmonë do të jetë kështu, kështu që mirë është ta shfrytëzoni ata që dëshirojnë. Numri i WhatsApp-it, nëse dëshirojnë të regjistrohen tek seancet e mia online është 00355 69 296 1149. Po falas. Pikërisht. Mirë, atëherë ju përshëndes. Kalofshi bukur. Ka ndonjë pyetje që keni kështu si merak për ta bërë? Okej, mund ta bësh tani. Nëse nuk të pëlqyen apo si të dukën këto gjërat që shpërndam sot, mund të më shkruani.
Në rregull? Femra nuk varet nga mashkulli, femra ka detyrë të zgjedhën. Atë që ajo zgjedh, në rregull, qofse zgjedh një mashkull me energji të ulët apo me energji të lartë, atë që ajo do zgjedhi, drejt asaj energjie do shkojë. Pra, në qoftë se bën zgjedhjen, do marri pasojat. Do s'do. Okay? Sigurisht qoftë se lajë lidhet me një mashkull më të ulët, pasoja është vuajtje, këto gjërat. Pra jo lumturi. Kurse nëse lidhet me një mashkull më të lartë, do fitojë më shumë deturi, do bëhet më zgjuar, do evoluojë. Që do të thotë dashuri, pra evolve love. Okej, për qafimet gjithëve ju përshëndes. Kalofshi bukur. Këtë Shën Valentin, gëzuar Shën Valentinin, që do të thotë pra është lidhje me hynoren. Kjo është Shën Valentini. Edhe valentinianët e dinin në kohët e gnostikëve. Okej? Kënaqësi. Ata që s'të dëgjuan për Valentinë mund ta dëgjojnë, mund ta rikthejnë videon që në fillim. Për qafime kalofshi një Shën Valentin të